sfidën e bukur të 11 majit. Fatkeqësisht një pjesë nuk janë regjistruar, sepse o e kanë lënë për në fund, o nuk janë informuar si duhet, o kanë pas probleme me regjistrimin dhe pastaj ishin pjesë atyre që u dogjën në thonjza, po jo dhe aq në thonjza. Megjithatë, një numër i konsiderueshëm po ashtu premtuan që kanë bërë plan të vinë të votojnë këtu në Shqipëri, mirë se të vinë dhe dua të falenderoj në mënyrë të posaçme të mikun Zotrin që më solli këtë në takimin e Atinës. Jam shumë falenderues. Edhe ky do të qëndroj këtu si simbol i një fitoreje të paharrueshme. Fitoria me notën 10 e 10 në radhë për ne, mua dhe Partinë Socialiste. Diku në një sallë pritje këtu kam një dorë tjetër që ma ka dhuruar dikush tjetër në një nga fushatat, nuk e kujtoj eksakt cila prej tyre tani, se janë bërë shumë, por me 2 gishtat dhe me trëndafilin, një tjetër fitore e bukur, ajo e numri 2. Kështu që shumë faleminderit, edhe kam shumë besim që me votën e diasporës ne do të arrijmë diçka spektakolare, në ndërkohë që kemi, mos gabohem tani se janë bërë shumë lëmsh kur i thonë nën presionin e një agjende që ngarkohet çdo ditë më shumë, edhe që ka lëvizje të panumërta, por mos gabohem, kemi edhe një takim tjetër jashtë në Itali dhe do të jetë ajo një kënaqësi e veçantë. Në ndërkohë që të gjithë shqiptarëve jashtë, atyre të Greqisë, atyre të Italisë, atyre të Europës, të mbar botës kudo ku janë, u them se ky është momenti ynë, është momenti i përputhjes së fateve. Nuk e kemi pasur këtë moment në asnjë moment tjetër të kohës, qysh se jemi shliruar nga makthi dhe nga kthetrat e diktaturës komuniste dhe kemi hyrë në rrugën e Europës për të bërë një ditë pjesë e pandarë dhe e pandashme e Bashkimit Evropian. Këtë moment që na ka përputhur fatet, fatin tonë evropian, i mishëruar në ambicjen, në dëshirën, në këmbguljen, në ëndrrën shumë të vjetër për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, dhe fatit të vetë Bashkimit Evropian, që sot është i mishëruar në ambicjen dhe në dëshirën për të zgjeruar radhët edhe për të përfshirë antarë të rinj. Edhe gjendemi aty. Gjendemi në vendin e dur, në kohën e dur. Vendi që ata duan të përfshin bashkë me Marinezi, të dyve na konsiderojnë frontrunners ose ndryshe pararoj për të gjitha ato që kemi arritur të bëjmë, por edhe për arsyet gjeopolitike. Tani ka disa që teorizojnë, unë i marr në fakt çdo mëngjes nga stafi im disa shënime
në një faqe se çfarë teorizohet mbrëmjeve në ato pasqyrat e kënetës mediatike. Dhe ka disa që teorizojnë që kjo është kot, sepse në të gjitha rastet Bashkimi Evropian nuk do të marri brenda as Shqipërinë dhe as kënd tjetër, ose kjo është kot, se në të gjitha rastet po qese do marri Shqipërinë, do ta marri pavarësisht se kush fiton në Shqipëri. Janë muhabetet e njerëzve që ju ka ecur jeta shumë mbar, me thënë drejtën. Një rat llok i madh. Po të shikosh me kujdes, ankohen shumë, po janë përfituesit më të mëdhenj të gjithë këtyre viteve. Janë përfituesit më të mëdhenj të rritjes ekonomike, janë përfituesit më të mëdhenj të gjitha mundësive të shtuara të këtyre viteve. Përgjithsisht, nuk them gjithë, se s'mund të bëj asnjë insinuat të kësaj natyre pa pasur fakte, por bazuar në faktet, jo të gjithë, po pjesa më e madhe teorizojnë, ndërkohë që nuk deklarojnë atë që marrin plotësisht. Pra, një pjesë të pagës për gjithë ato orë që kalojnë duke rrokanisur miletin me lloj-lloj teorishe, me lloj-lloj marrëzish, e fshehin. Ju qajnë hallin pensionistëve, qajnë hallin edhe që u kopjua programi. Kjo e kopjimit programit është gjëja më qesharake në botë. A thua se bëhet fjalë për ndonjë kod atomik. Thua se bëhet fjalë për ndonjë kod kasaforte të ndonjë sekreti, kodi Da Vincit. U kopjua kodi Da Vincit, o zot, o zot. Dhe megjithëse u qajnë hallin pensionistëve, nuk japin kontributën e tyre që të përfundin e sigurinë shoqërore.